Sot do flasim për protestën e studentëve e cila do të zhvillohet pas ditën e sotme në Shkup. Kjo është protesta e dytë që zhvillojnë studentët duke kërkuar të drejtën e tyre për të zhvilluar provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, ashtu sikur kanë kryer edhe studimet. Çfarë ka ndryshe kjo protestë e dytë? Së pari dhe në gjykimin tuaj së dyti distanca mes njërës dhe tjetrës protestë e fiku flakën apo do ta rindez akoma më shumë? Duhet të jemi një gjë parasysh që kur hyri Vleni në qeveri për 2 vite, janë zhbërë të gjithë mekanizmet e zbatimit gjuhës shqipe. Janë zhbërë gjithë mekanizmet që të mbrojnë të drejtën e jetës, të drejtën e fjalës. Pra këtu kemi të bëjmë tani tashmë me racizëm etnik, shteti vet. Po ti shikoni dhe tabelat rrugore që ishin në gjuhën shqipe, maqedone dhe angleze, tashmë janë hequr në gjuhën shqipe në rrugët ndërkombëtare, janë bërë vetëm maqedonisht edhe anglisht. Pra nuk ekziston më gjuha shqipe edhe në rrugën ndërkombëtare në Maqedoni, ka rreth 2-3 javë dhe deputetët shqiptar, ministrët shqiptar që drejtojnë janë pjesë qeverisë heshtin. Pra kjo është shkaku që e protestës që kemi të parë dhe u la një kohë e caktuar që të reagonte shteti, po të reagonin dhe shqiptarët që janë qeveri, ministra dhe deputet. Dhe askush nga këta nuk ka reaguar thjesht me një propagandë, do arrihet ajo, rini Rehapi, do arrihet ajo, rini Rehapi. Edhe këto, duke parë që studentët që asgjë nuk e bëjnë, kanë bërë thirrje për protestë. Protesta e dytë, po ta shikoni, është më e fuqishme dhe më e madhe sepse ka filluar ndërgjegjësimi dhe i politikanëve shqiptar në Kosovë dhe në Shqipëri, që të cilët duhet ta mbrojnë të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut për arsye se jemi një racë, një komb, kemi një gjuhë dhe do jetë më e fuqishme se herën e parë. Unë uroj që Maqedonia, kryeministri, presidenti, kuvendi, gjykata kushtetuese t'i lënë ato lojrat Macja me Miu, Tomi dhe Xherri, jo i çojmë Venecë, jo i bëjmë këtu një ligj që është votuar në parlament, një ligj që ka kaluar me kohë, nuk mund të çbëhet më, po këto i çbëjnë gjitha, këto ngritën pretendime dhe të çbërjes së marrëveshjes sore dhe të çbërjes së marrëveshjes prespës që Maqedonia u antarësua në NATO. Dhe këta përfitojnë si Maqedonia një vend që është strategjik i NATO-s dhe bëjnë këtë numër, se këto për 2 orë Maqedonia nuk ekziston shqistet. Pa marrë parasysh borxhet e mëdha që ka, pa marrë parasysh që ka probleme të thella etnike, se duke vetëm e shqiptarët. Po mos harroni këtu kanë probleme etnike se shqiptarët bën etnik pakicat e tjera kombëtare, siç janë romët, siç janë vllehët, siç janë serbët, siç janë turqit, siç janë bosnjakët. Pra, shqiptarët janë mbrojtëse e pakicave të tjera. Pra, të gjithë pakicat e tjera këtu përfitojnë nga mbrojtja dhe zëri i fuqishëm që kërkojnë shqiptarët për drejtat e njerëzit. Unë mendoj që është mirë që të protestohet, është mirë që të përkrahet kjo protestë, pa marrë parasysh ngjyra politike, po përkrah edhe nga forcat BDI-ja kanë fjalën aty. Por këtë protestë nuk e përkrah vetëm BDI-ja, e përkrahin edhe partitë e tjera, siç është partia ASH-e e Zotit Taravari dhe partitë tjera. E përkrahin dhe partitë shqiptare në Kosovë dhe partitë shqiptare në Shqipëri. Kam fjalën aty sepse do jetë një motiv më shumë Mickosi që thotë që shiko, kjo është politike. Ai e bëri një tërheqje në fakt, nuk e di, ju e interpretoni më mirë sepse fillimisht tha që ligji do të çon Venecia, pastaj tha shiko, ne do bëjmë një ligj që ai do jetë në përputhje me Venecian, po ju bëni durim. Pa, ne kam bërë atë Venecia si krye gjyqtar apo krye xhandar. Venecia ka 1 vit që ka sjell, 2 vite që ka sjell mendim, se Venecia sjell vetëm mendim, nuk sjell detyrim. Ka sjell që gjuha shqipe është në rregull, duhet të forcohet, por duke shikuar që Maqedonia është një shtet i varfër, nuk ka fonde për të zbatuar 100% ligjin. Ky është mendimi i Venecës dhe asnjë parti politike shqiptare nuk elaboron këtë gjë. Pse e majnë sekret? Pra këtu del një pikë pyetje që partitë shqiptare i kontrollon shteti Maqedona, sepse ka ardhur mendimi i Venecës që gjuha shqipe duhet të jetë zyrtare në gjithë territorin e Maqedonisë Veriut. Gjuha shqipe, ligji është në rregull, por thotë Maqedonia duke qenë e dobët dhe e krypur në borxhe, nuk ka fonde për ta zbatuar zbatimin e gjuhës shqipe. Pra, çdo gjë është okay, po s'kemi fonde. Ky është mendimi i Venecës. Këto tani janë mbajtur sekret, ka 1 vit e gjysmë që ka ardhur ky mendim nga Komisioni i Venecës. Po Komisioni i Venecës edhe një herë jep mendim, nuk jep kushtëzim. Pra dhe këto tallen, po janë dhe partitë shqiptare bashkëfajtor dhe bashkëpërkrahas i këtyre vendimeve që e sjell qeveria dhe kuvendi. Shqiptarët e Maqedonisë, mos e harroni, janë jetim këtu nga politikanët e tyre. 99% e politikanëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut i kërkon shteti, i kontrollon shteti i Maqedonës. Harrojeni atë se këta janë ata.